have a perfect customer experience, we establish our first flagship branch in Soareca. We will have a great grand opening for Soareca. Long time we have a great contribution to our clients, our partners, original from Soareca. Quite long time we are working with them. But basically, we want to do something special for Soareca. And we created our Teranda branch. For that reason, we work quite long on the structure, how we will design it, how we will serve our clients, how we will manage all those new technologies within one branch. We have the largest growth last 4 or 5 years, and they're doubling the market. And now, in this certain scale, the bank has much more capacity. And we believe with our new branch, we will serve this territory, this region, much more than before. And you will feel the change in the city with our great efforts, all together with my team, with our great team in our branches. We choose our branch people from Soareca people. Now, after 17 years of operations in Kosovo, we opened this new branch. And the design is modern, but also we keep our values, traditional values. So we have the sculpture of our Queen Teuta inside the branch. And this new concept, blended the latest advancement and historical homage, makes our new concept. The BKT Kosovo accomplished success at being the highest growing bank in all categories compared to peers in the last 4 years, while marking sustainable high growth rates over the years. We have surpassed 1.2 billion euro asset size, over 640 million euro in net loans, and over 950 million euros of deposits. And our market share in asset size is 16.3%. Since 2020, BKT Kosovo received more than 60 awards. And even just 2024 alone, we received 10 awards. 3 of them is sustainability awards. And these awards have been given from the very important institutions such as the Bank of Euromoney, Global Finance and IMEA. Është nder dhe privilegj për mua që sot si në kryetare e komunës të jem këtu me ju sot në këtë ceremoni të rëndësishme të hapjes zyrtare të dekës së bankës kombëtare tregtare në komunën tonë. Gjatje kjo që shënon një hap të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë. Andaj në emër të kryetarit të komunës, Zotit Bali Muharremaj, doja të ju shpreh mirënjohjen për këtë iniciativë të rëndësishme në komunën tonë. Konkurenca gjithmonë rrit cilësinë. Andaj kjo bank sigurisht do t'ju ofrojë qytetarëve dhe bizneseve të komunës tonë kushte më të favorshme të qarkullimit të paras, transfereve të shpejta, kredive të volitshme, dhe me këto do të mundëson zhvillim të aktiviteteve të tyre pa probleme dhe me suksese të qëllimshme. Kjo bank, me ofrimin e shërbimeve financiare dhe standardeve të larta, do të kontribuojë në zhvillimin e biznesit lokal, krijimin e vendeve të reja të punës, me rritjen e mirëqenies ekonomike të komunitetit tonë.